Në zemër të pyjeve të lashta, larg zhurmës së qyteteve dhe syve kurreshtar të njeriut, jeton një nga shpendet më misterioz të Evropës. Ai nuk ndërton fole mbi ogjaqe, nuk kërkon afërsinë e njerëzve dhe rrallëherë lejon të zbulohet. Heshtja është mburoja e tij, ndërsa pylli është mbretëria ku ndihet i sigurt. Ky është lejleku i zi, Ciconia nigra. Në pamje të parë ngjan me të afërmit e tij më të njohur, lejlekun e bardhë, por ngjyrat e errta, shkëlqimi metalik i pendve dhe mënyra e fshehtë e jetesës e bëjnë një krijesë krejtësisht të veçantë. Në rrezet e diellit, pendet e tij nuk janë thjesht të zeza. Ato marrin nuanca të gjelbërta, vjollc dhe bronzi, duke krijuar një spektakël ngjyrash që ndryshon në çdo lëvizje. Ja ku jemi me dokumentarin e radhës si gjithmonë me diçka të re, me ekskluzivitete, me kafsh nga më të ndryshmet që gjenden në trojet tona, për dhe jashtë trojeve tona. E sot kemi për të folur për një nga shpendet që është seriozisht e kërcënuar për zhdukje, por që për fat të mirë është mes nesh edhe polinizues. Kësaj radhe do të flasim për lejlekun e zi, Ciconia nigra emri shkencor, një zog shtektar që bën me mijëra kilometra për të kthyer nga kontinenti afrikan e përtar këtu tek ne për të ndërtuar fole, nga njerë për të rikthyer në folet e vjetra, për të qelur zogj për të pru gjeneratat e reja, me gjithë sakrificat që i kanë, me gjithë sprovat, le të themi, në për terenet ndryshme, ata me gjitha të ja dalin që të përmbushin misionin e tyre, që sa më shumë gjeneratat të reja të tyre, zogj të vegjël, të sillin në mënyrë që numri i tyre të jetë në vazhdimsi, sa më i madh të jetë i mundur. Me një lartësi që arrin deri në 1 metër dhe hapje krash mbi 1 metër e gjysmë, lejleku i zi është një nga shpendet më imponues të pyjeve evropiane. Por madhështia e tij nuk qëndron vetëm tek pamja. Ajo që bën këtë specie krejt të veçantë është edhe karakteri i saj. Ndryshe nga lejleku i bardhë, i cili është mësuar të jetoj pranë njerëzve, lejleku i zi zgjedh vetmin. Ai shmang çdo shqetësim. Mjafton prania e njeriut pranë foles që ta detyroj të largohet për orë të tëra. Pikrisht për këtë arsye, për dekada me radhë, biologët kanë ditur shumë pak për jetën e tij. Në Kosovë, lejleku i zi është një specie e rrallë polinizuese. Ai zgjedh pyjet e qeta pranë lumenjve dhe pronjve malor. Vende ku uji rrjedh i pastër dhe ku natyra ende ruan ritmin e saj të lashtë. Prapa këtyre maleve gjendet edhe foleja e lejlekut të zi, që për dallim prej lejlekut të bardhë që e shohim gjithandej, mbi pollazë shtëpisë, mbi kisha, mbi xhamia, mbi shtylla elektrike, lejleku i zi polinizon shumë thellë brenda këtyre pyjeve dhe është nga folet më problematike thuajse në krejt Evropën për t'u gjetur, dhe në rast se ndonjëherë gjejmë një folet të lejlekut të zi, atëherë ne për të thënë realisht ne dhe festojmë, sepse është vërtet një arritur shumë e madhe. Për herë të parë
Në historinë e trojeve shqiptare, ne kishim arritur të gjejmë një fole eksaktësisht 5 vite më parë, kur në komunën e Kamenicës pam se ekziston një fole me 2 zogjë të vegjël të lelekut të zi Ciconia nigra, dhe menjëherë shkuam për të marrë informacionin në vendin e ngjarjes, e pastaj dhe i unazuam ata zogjë, e dy prej tyre i vendosëm edhe GPS, ku ne ndiqëm rrugë të shtektimit dhe ishte projekti i parë në krejt Ballkanin që ne e bëm. Rrugët e shtektimit ishin jashtëzakonisht të papritura, le të themi një realitet që vrejtëm që nga Kosova ata shtektuan deri në Sudanin e largët në kontinentin afrikan. Mënyrën e të ushqyrit e ka krejt ndryshe nga leleku i bardhë. Leleku i zi kërkon pa ndërprej me shqepin e tij të gjatë, në për lumen, në disa raste dhe brenda gurve, në disa raste thuajse pa ndërprej duke kërkuar me kokën brenda lumit dhe nuk është pra shumë i shfaqur përballë njeriut, apo nuk e ka guximin të shfaqet përballë njeriut duke kërkuar siç bën leleku i bardhë, por leleku i zi pra kryesisht kërkon ushqime nëpër procka, lumenj, bligatina në disa raste, po patjetër edhe në disa raste edhe nëpër puseta ku mund krijuar nga shirat, sepse edhe aty ka në disa raste ushqime adekuate për këtë lloj zogu. Për pamjen e lelekut të zi mos të flasim, pra ka një pamje fantastike, pse quhet leleku i zi sepse dominon ngjyra e tij e zezë në të bardhë, sidomos kur hap krahët në fluturim. Është, unë mund të them lirisht, nga lelekët më të bukur, është fjala për kontinentin e evropian, sepse në Afrikë ka dhe të tjerë, ka gjithçka, po nga 2 llojet të lelekëve sa i kemi të ne, i zi është shumë i bukur, pra shqepin e ka, siç po e shihni edhe vetë, të kuq, tepër i bukur, edhe një fluturim krejt unik, që bën të dallohet shumë larg për shkak të bukurisë së tij, edhe mënyrës së jetesës se siç e bën, por po ashtu le të themi edhe realisht dhe zogjt e tij e kanë një pamje krejt unike, pra nuk janë si zogjt e lelekut të bardhë, pra e kanë një pamje krejt ndryshe, po që neve nuk na pengon fakti që sa më afër të shkojmë në mënyrë që t'i marrim deri në detajet më të vogla për këtë lloj specie. Si arrin ta gjejë të njëjtën penë, të njëjtin lum dhe të njëjtin pyll pas mijëra kilometrave fluturim? Shkenca ende nuk ka përgjigje të plotë. Ndoshta është fusha magnetike e tokës, ndoshta yjet, ndoshta diçka që natyra ende nuk e ka zbuluar. Sa herë që leleku i zi rikthehet në pyjet tona, ai sjell me vete një histori që ka vazhduar për mijëra vjet. Një histori mbijetese, besnikërie dhe harmonie me natyrën. Ka shpend që mbretrojnë mbi shkëmbinj, të tjerë mbi fushat të hapura, por leleku i zi i përket një bote tjetër, botës së pyjeve të dendura dhe ujrave të kristalta. Ai zgjedh vende ku njeriu rrallë kalon, lugina të fshehura, porrenj malor, lumen me brigje të mbuluara me drunj dhe ligatina të qeta. Pikrisht aty gjen gjithçka që i nevojitet për të jetuar. Për të, uji nuk është vetëm se burim jete, është tryeza e tij e përditshme. Në orët e para të mëngjesit, kur mjegulla ende mbulon sipërfaqen e lumit, leleku i zi nis kërkimin për çdo ushqim të mundshëm.
Deri me tani në Kosovë, për atë sa kemi informacione, janë identifikuar dikun vetëm 2 fole, por që besohet të jenë 4 fole të gjitha. Çfarë ne dim të sigurt është që prania e tij më së shumti është në rajonin e Gollakut. Deri me tani në komunën e Kamenicës është gjetur një fole, një tjetër në komunën e Prishtinës, por që dyshohet një e tjetër në afërsi të liçenit të Batllavës dhe në një tjetër ndoshta dikun përreth Prishtinës apo Kamenicës. Pra thuhet dhe ne besojmë se janë dikun vetëm se 4 fole që mund të jenë në të gjithë këtë territor. Pra për arsye se janë vetëm 4 fole dhe prandaj e dim sigur që është një specie që kërcënohet seriozisht për shtukje, prandaj kur kemi bërë thirrje që ta ruajmë, kjo ka qenë arsyeja kryesore, sepse nuk është lehtë të gjendet, edhe nëse gjendet, për fat keq, mundësia për mbijetesë e këtyre zogjve të vegjël është vetëm se 30%. Pra në 70% të rasteve, ata nuk ja dalin dot të mbijetojnë për shkak të sfidave që i kanë në fluturime, sidomos zogjt e vegjël nuk kanë eksperiencën e duhur për fluturim, tensioni i lartë në shtyllat elektrike ku nganjëri vret, koha apo ndryshimi i kohës pa paralajmërime që ndodh sidomos nëpër oqeane, detra e kështu me radhë, vrasja e shumë prej tyre në kontinentin aziatik, sidomos në Liban, që ka fiset të cilët garojnë për vrasjen e shpendëve shtektar. Pra janë shumë faktorë të cilët e bëjnë këtë specie të jetë kërcënim serioz për zhdukje, mandej po ashtu dhe shkatrimi i habitatit të tyre, ndërtimet gjithandej pa leje, pa vende kështu me radhë, dëmtimi i lumenjve, mungesa e ushqimit nëpër lumenj, procka kështu me radhë bën që kjo specie të kërcënohet seriozisht për zhdukje. Çdo hap është i ngadalshëm, çdo lëvizje është e menduar. Ai nuk nxiton. Durimi është arma e tij më e fortë. Me qafën e zgjatur dhe sytë e përqendruar mbi sipërfaqen e ujit, ai pret momentin e duhur, një peshk i vogël që lëviz mes gurve, një bretkocë që del për pak qastën i sipërfaqe, brenda një fraksioni sekonde, sqepi i gjatë godet me saksi të jashtëzakonshme. Rrallë herë gabon. Edhe pse peshqit përbën një pjesë të rëndësishme të dietës së tij, menyu është shumë e pasur: bretkoca, gjarprin të vogël, gaforë uji, insekte, larva, madje edhe brejtës të vegjël bën pjesë të ushqimit të tij, varësisht nga stina dhe habitatet ku ndodhet. Kjo aftësi për t'u përshtatur e ka ndihmuar specien të mbjetoj për mijëra vite në mjedise të ndryshme. Megjithatë, ai ka një kërkesë që nuk ndryshon kurrë. Uji duhet të jetë i pastër. Lumenjt e ndotur, tharja e burimeve, shkatrimi i ligatinave nënkuptojnë më pak ushqim, më pak mundësi për të mbijetuar. Prandaj prania e lelekut të zi konsiderohet si tregues i rëndësishëm biologjik. Kur ngrihet në fluturim, madhështia e tij shfaqet plotësisht. Atëherë shohim më së miri se sa i bukur është. Krahët e gjatë rrahin ngadalë vetëm disa herë. E më pas, ai fillon të rrshqas mbi rrymat e ajrit. Me qafën dhe këmbët plotësisht të shtira, ai lëviz me një elegancë që të lë pa fjalë. Në qiell, leleku i zi harxhon shumë pak energji. Ai shfrytëzon kolonat e ajrit të ngrohtë për t'u ngritur gjithnjë më lart, duke përshkuar distanca të mëdha pa lodhje.